Pasojat e daljes së lumit Semën nga shtrati kanë filluar të duken pas tërheqjes së ujrave, ku dëmet janë të pariparueshme, pasi siç është raportuar situata për 3 ditë me radhë, mbi 200 hektar toka bujqësore kanë qenë nën pushtetin e ujrave. Sot me kamerën tonë kemi parë nga afër situatën në Toshkës dhe Zhelizhan, të njësisë administrative Allkaj, ku janë dëmtuar sera të mbjella me perime, pemtore me ullinj, sheg e agrume, por edhe kultura të tjera si grur, yonxh apo dhe sipërfaqe me lakër e lule lakër në zonën e Imshtës. Sipas fermerëve, dëmet në sera, por edhe me kulturat e tjera janë të parikuperueshme për shkak të pranisë së ujit, duke u shkaktuar dëme të mëdha ekonomike. Dalja e lumit Sema ishte papritur dhe neve kam gati 2 lymëser të mbjell kungull pa vjel asnjëherë, edhe na ka bërë dëm për mundësitë që kemi ne. Janë shumë dëm i madh. Po erdhëm, folëm ata të bashkisë me kryetarën e bashkisë, pruri ata çunat, ata specialistat, bënë 2-3 foto si gjithmonë dhe na përcollën. Nuk e dim tani se çfarë do bëhet. Kjo është situata. Është kolosal. E pat dhe vetë se si është gjendja, nuk bëhet asnjë lloj gjëme, të komplet bimt janë komplet mbaruara. Ndim nga shteti neve nuk kemi parë ndonjëherë dhe nuk kemi për të parë. Kjo ka rëndësi për mua, se çfarë do bëhet, Zoti i lartë e di. Sa para janë të investuara vetëm këtë sezon këtu? Në këtë sezon mbi 10 milion lekë. Dhe janë aktualisht brenda e sheh vet. Ja te ke. Është vjel vetëm një kat domate. Është vjel vetëm një kat. Ta llogarisin vet boti, kushdo që ta llogarisin, me sa është kilja sot, sa kujtal ka brenda ajo, dhe sa lek do mbesi mua. Fermerët shpresojnë të paktën të kompensohen nga fondet e emergjencës së Bashkisë Lushnjë për të rimbjellë kulturat e dëmtuara. Me ndërpyrjen e rreshjeve dhe kthimin e lumit Sema në shtrat, do të dalin në pah të gjitha dëmet që ka lënë pas moti me rreshje.